Kroacia synon të mbulojë të paktën 30% të nevojave të saj për energji elektrike me energji nga burimet bërthamore deri në vitin 2040, tha ministri i energjisë pasi paraqitej qeverisë projektligjin mbi zhvillimin e energjisë bërthamore në vend. Energjia bërthamore është një zgjedhje strategjike, një themel i besueshëm, i qëndrueshëm dhe me karbon të ulët për sistemin e ardhshëm të energjisë kroate dhe një garantues i fortë i qëndrueshmërisë së tij në dekadat që vijnë, shtoi ministri. Sipas projektligjit të publikuar në faqen e internetit të qeverisë, për të arritur qëllimet e saj energjetike, Kroacia do të mbetet e përfshirë në kërkimin e mundësive për të zgjatur licencën e operimit të termocentralit bërthamor Krsko dhe për të ndërtuar më shumë kapacitete bërthamore, siç janë reaktorët e vegjël modular bërthamor. Projektligji përcakton kornizën legjislative për zhvillimin e energjisë bërthamore në vend. Vendodhjet specifike për kapacitetet e ardhshme të energjisë bërthamore do të përcaktohen nga ligje të tjera. Kroacia dhe Slovenia fqinje janë bashkëpronar të termocentralit bërthamor Krsko, i cili furnizon rreth 16% të nevojave energjetike të Kroacisë. Centrali Krsko, i ndërtuar në vitin 1983, pritet të ndalojë së funksionari në vitin 2043. Centrali ka një reaktor të vetëm me ujë të presionuar me një prodhim elektrik bruto prej 730 MW, duke mundësuar prodhimin e afërsisht 5700 gigawatorë energji elektrike në vit. Qeveria e Slovenisë tha se planifikon të miratojë një plan hapësinor kombëtar për ndërtimin e një njësie të dytë të termocentralit në gjysmën e dytë të vitit 2028.